Kjo është zona ushtarake në Gjadër të Lezhës, ku opozita ka hedhur akuza se po përdoret nga qeveria për trafik droge, si shihet edhe nga pamjet. Këtu ndalohet rreptësisht hyrja, pasi është një zonë e mbrojtur nga të gjitha anët me ushtar. Baza ushtarake ku Partia Demokratike pretendon se është përdorur për trafik droge ndodhet në Gjadër të Lezhës. Me kameran ton kemi udhëtuar drejt kësaj zone, e cila ruhet me ushtar dhe ndalohet rreptësisht hyra brenda në repartin ushtarak. Gjatë një interviste për mediat, një ish ushtarak njëherëzi dhe banori zonës, Gjergj Detgjonaj, thot se këto akuza janë të pavërteta. Sipas tij, në këtë zonë nuk është para asnjë lëvizje që e vërteton një fakt të tillë, duke deklaruar se po hidhet balt mbi ushtrinë. Jo, ne si banor zonës nuk kemi pas lloj lëvizjet, dhe unë si ish ushtarak i vjetër, tham që mos njolloset emri i ushtrisë në këtë lloj formet, nuk do të jenë të vërteta. Nuk janë të vërteta këto. Asnjë lloj lëvizje nuk janë të vërteta. Unë kam në këtë raport kam jetuar një jetë tan 25 vjet. Dhe nuk ka, dhe sot në ditën e sotme nuk ka asnjë lloj lëvizje, asnjë lloj gjë. Se po të kishte pas lëvizje avion, ashtu ne dëgjojmë si zonë, ne e dimë se si kur ul avioni si ul, pra ne që them kanë për mendimin tim këto janë vetëm një situata politike që lëvizin njerëzit hajt ngarimi i akuzë, po jo. Dhe është gjëna që t'njolloset edhe një herë emri ushtarakut me këtë lloj gjërash. Reparti ushtarak dhe aerodromi i Gjadrit nuk është më në funksion prej kohësh, ndërsa ai është përdorur vetëm në rast të emergjencash, siç ishte rasti i përmbytjeve në Shkodër.